erdhi kjo surprizë tek ti? Tani shiko, unë vetë e kam pasur gjyshen nga kolonja. Dhe më ka rritur. Megjithatë, mu duk se sa e rëndësishme është që të mbash fjalën dhe të mbash traditën. Gjë që Laerti më shumë na ka treguar se është më shumë patriot se sa një protagonist në një spektakël si ky, fjala që vjen në mënyrë metaforike. Është më e rëndësishme të mblidhesh edhe të festosh, nuk knoqja shumë nga kjo surpriza sot, e përjetova them drejtën, dhe i thashë edhe anajsit gjatë kohës që po e shihnin, këto kohë nuk i ke dëgjuar asnjëherë sepse ty të rrit një gjyshe nga Kuçi. Por mua më ka rritur nga kjo nga kolonja dhe kjo ishte gjëja më e bukur që unë pas. Hajde Osman ta. Pra, të festosh Elona, të nderosh, të mos harrosh nga vjen, ku shkon. Vërtet. E të mendosh akoma më shumë se sa për teatrin, për Shqipërinë, siç Laert Vasili na ka rrëfyer në të gjithë karrierën e vet, është më e rëndësishme. Dhe në fakt ne shqiptarët në ka një gjë që dim të bëjmë më mirë është të mblidhemi dhe të kujtojmë edhe të kërcejmë traditën. Dakord, por un kam diçka tjetër për të thënë se më pëlqeu shumë edhe fundi i surprizës. Por shqyr që e kujtuan Laertin se sa ka bërë. Thua për qytetarin deri i kolonjës. Patjetër, mu bë shumë qefi, ai e meriton totalisht, po gjatë kohës që filloi edhe Bigu, po i thoja dikujt në telefon që nuk arrija do të sot të shkoja, se unë do t'isha atje, do shoqëroja maman e Laertit bashkë me Lulin. Domethënë Laerti ka një mikesh. Po, e di. Shoqja ime, Luli dhe unë. E njohim. Pra ne të treja do të ishim dhe unë nuk munda sot se isha pak pa qef. Por më vjen kam vetëm një pikë pyetje shumë të madhe. Si ka mundësi që për këtë djalin nuk u ngrit asnjë koleg të flasi? A thua sonte të ishim brenda shtëpisë? Sonte. Gjatë rrugtimit. Është suksesi që të ofron Bigu. Dhe kjo më bën stabia më e madhe që kam. Po pse ai e pati një surprizë me Elidonin, me shumë pak. Domethënë po flasim në një qark pak më të gjerë. Mundet të lexoja një status, mundet të kishte një reagim nga kolegët veçanërisht. Më zhurmë në rrjetet sociale po thua. Po, patjetër. Ndoshta edhe në media, ndoshta edhe në një portal, ndoshta edhe nuk e di se ku. Po janë bërë goxha lajme për Laertin. Prandaj u gëzova shumë që ai mori një çmim sot dhe që u kënaqja i shumë me këtë surprizë. Në fakt, Big Brother Ilnisa arriti që ti realizonte një dëshirë të cilën ai e shprehu gjatë intervistës që unë dhe Elona bëm në shtëpinë e Big Brother me finalistët.